Jemi rikthyer sërish në studio, këtu ishim në fakt dhe këtë herë kam ardhur edhe me dikë shumë special. Është në fakt një djalë që unë e kam njohur edhe më tepër gjatë eksperiencës së Dancing with the Stars. Mirë se erdhi Çuni. Po mirë se u gjej. Sa bukur që ka këtu te ju. Shumë bukur se bën njerëzit që janë brenda shumë të bukur përveç se ambienteve që janë. Ndaj dhe erdha. Të falenderoj shumë. Kënaqësi është e imja. Që erdhe në këtë intervistë dhe pa pyetur fare nëse mund të vi apo jo. Pa diskutim për Julkën, çdo gjë bëj. Si e? Po mirë. E more veten? Le të themi deri diku, nuk kishim kohë të bëjmë pushime se nisi eksperjenca tjetër, por që mirë, jo keq. Do të flasim për të gjitha, të gjitha një nga një. Ti pas ke marr veten një, kjo është e rëndësishme. Po unë do ta pak më përpara, kështu që jam më relaksuar se të gjithë të tjerët që dolën deri në finale. Gjithsesi komplimente edhe kështu personalisht. Faleminderit shumë. Do kemi rastin që të flasim pak më gjerë edhe më gjatë edhe në vijim, megjithatë të gjithë ju që jeni kureshtar për ndonjë detaj nga jeta e Arditit, nga karriera, nga çdo gjë, 069 65 33 656 është numri ku mund të na shkruani. Tani ne të gjithë të ftuarit i gostisim me makaron nga La Dure. Cilin makaron duhet të gënjeva, ato janë peshq, themi ne, dhe ti gjatë gjithë kohës do të peshkosh. Okay. Do të peshkosh dhe do të zgjedhësh nga një letër dhe ti je i lutur që të thuash, je i ftuar që të thuash çfarë do lloj gjëje që të vjen ndërmendje. Pra pyetjet nuk i bëj unë, po ti më përgjigjesh atë që do. Seks. E nisim varë, sa kam pa bërë apo çfarë duhet të them? Po mirë, sa kohë ke pa bërë seks me që ai nisi direkte që dora rëndë, bam seks. Arbrit ishte shumë i lumtur. Kur doli i pari seksi, imagjinon çfarë do janë të tjera të ardhës që bëu gati. Nisi rënd. Çfarë duhet të them për këtë? Çfarë të duash ti? Kam një ndër këngët e preferuara në fakt që është Love Sex Magic, si era me Justin Timberlake. Okay. Që donim ta bënim një performancë me Jore në dancing, po nuk arrit të bëj, kështu që me këtë mund ta lidh. Me këtë mund ta lidhësh. Të pëlqen të bësh seks apo dashuri? Me raste, varet nga personi gjithmonë. Varet nga personi. Unë jam sadomasochist është shumë, po jam çik natyrë kështu. Nuk jam aq i but dhe sweet sa çdo. Jo, romantik jam fare unë. Dil nga kjo studio për jashtë. Ka gjithmonë vend për playlista të bukura këngësh, për shembull. Me çfarë këngë do të bëje dashuri ti për shembull? Earned It është e preferuara ime. Earned It. Yes. Mirë, vëri një çik Earned It, zoga të lutem, Earned It, kështu ta kemi kështu si sfond, me që do ndalojmë pak këtu. Se nuk e di sa herë ka folur Arditi për seksin në një emision radiofonik. Sa turp. Tani jemi mes mish. Okej, këtu nuk do të ndodhi ajo gjë që ju mendoni, se unë jam e impenjuar, ai nuk e di, do na zbuloj. Por me këtë këngë ti do të bëje seks apo dashuri? Seks. Seks. Do të bëje seks ku? Ma përshkruaj pak. Në një dhomë të errët me drita të kuqe. Okej. Po ti më thua që do të shkosh në Amsterdam. Okej. Problemi me dikush është me këtë këngën. Shumë filloi dhe e këndoi. Do të imagjinoj Arditin duke bërë. Ai thot seks, unë them dashuri dhe do ta këndojnë çik tani? Oh you. Dhe ajo shkreta është duke thënë qyqa. Unë mos këndop për një që tjetër. Dhe jam e vetë Ardit përqëndrohu. Normalisht vajza me cilën po bën dashuri me këtë këngë nuk ka rëndësi apo jo. Duhet jetë e veshur me lingerie seksi apo mund të ishte edhe me të brendshme pa mbukur për shembull. Është veshur zemra, jo e veshur. Do me të zhveshur që më fillim, jo të nuk doj që ta zhveshi. Okej, nuk doj që ta zhveshi vetë. E tha që s'është romantik, kështu që unë e kam mendjen ku të prekem pak ose në një gjë, pastaj një gjë tjetër pak. Jo, do të mund ta heqi, po mund të vej një gjë sipër, thjesht ta heqi dhe të mbaroj punën. Okej, Mr. Grey. Që sonte je pak Mr. Green. Ç'a do ti zoga? E bëm pak shumë seksuale situatën, ë? Është ora pak 2. Mirë, do ta ndalojmë këtu sapo shpëtove. Kaq ishte. Mund të peshkosh diçka tjetër, Mr. Çuni, një të verdh, okay, një të verdh. Çfarë thot aty?
Fan club. Këtu mund të flasim sa të duam. Këtu mund të flasim. Isha shumë i lumtur kur e mora ftesën për fan clubin. E bukur ishte që shpeshherë në korridoret e topit ditët e fundit më uronin njerëzit, por unë nuk di asgjë, me thënë të drejtën. Ti nuk di asgjë? Jo, me vërtet nuk di asgjë. Ti nuk di asgjë? Po ky është lajmi që Arditi mos di asgjë, se kur ishim në Dancing with the Stars ai dinte para se ti dinte stafi. Kështu që nuk e dija dhe okay, pastaj fillova ta nuhasja si gjë, po kur më erdhi oferta sigurisht isha shumë i lumtur, të qenurit opinionist. Publiku e ka dashur shumë që vitin e kaluar dhe ka stër komentuar këtë pjesën sepse ti e di, unë jam shumë i drejt për drejt kur flas, edhe e din të gjithë kam përshtypjen. Tashmë e din të gjithë dhe unë nuk para kam filtra sa i përket mendimeve të mia. Të qenurit opinionist është pak më e vështirë nga që mendoja, sepse është pak më mbash sa balanca kam përshtypjen. Bravo, je pak më balancues në pozicion, edhe kur të duhet të shash dikë, ndoshta është momenti që të flasësh pak më mirë sepse i gjithë publiku po flet keq. Pra kjo është pak a shumë natyra e opinionistit. Por e kam shijuar këto 2 javë edhe kombinimi me Megin me vërtet ka funksionuar, nuk e prisja. Më trego pak, si është kimia mes ju të dy? Po shiko, ne faktikisht 10 ditët e fundit të Dancing i rregulluam shumë marrëdhëniet dhe pam që kishim kuptuar që në fakt e donim njëri tjetrin. Nuk ishte ajo urrëtia që kishim në fillim tek Dancing, urrëtia. Le të themi ishin ato debatet e vogla. Por që kur erdhi oferta dhe më than, unë normalisht e prisja person tjetër, por kur më thash që jem me Megin, thash, okay, nice, me Megin. Ti prisje Dojnën apo jo? Po mendoja që mund të ishte Dojna nga viti kaluar. Edhe unë atë mendoja dhe u surprizova në fakt. Dhe kur më tha Megi, isha kështu, oh nice. Dhe Megi pastaj kishte shumë qejf që të punontem, thoshte Ardit të lutem që të jemi bashkë sepse kishim atë kiminë ditëve të fundit, por funksionoi. Emisioni i parë me vërtet ishte shumë sukses, edhe në audiencë pam goxha rritje krahasuar me vitet e kaluara, plus lajmeve, gjërave publiku ishte shumë i lumtur sepse pa një gjë pak më ndryshe, më fresh, më të ri. Edhe jam i lumtur për këtë pjesë. Jam shumë i lumtur që ka funksionuar. Është shumë e thjeshtë punosh me Megin, i takohemi zakonisht premte të shtunë, që do thotë sot edhe nesër. Okej. Diskutojmë ato gjërat tona. Megi po e ndjek më shumë se unë së fundmi Big Brother. Kështu që të informon ajo ty se çfarë ka ndodhur pak a shumë kur bën një rezime. Kështu që mundohemi që të informojmë njëri tjetrin në situata të caktuara. Por që është emision shumë i bukur, me thënë të drejtën, sepse komentohen gjëra që nuk thuhen në Prime për shkak të kohës televizive, sepse Prime është gjithmonë shumë i ngarkuar, kështu që ne kemi pak më shumë kohë. Dhe let's do this, i thotë kësaj gjëje, kështu që tani nëse ke ndonjë që je aty brenda, që është aty brenda dhe nuk e ke fort qejf. Mendon se do jesh profesionist në 100% tënden apo do e thuash atë gjën? Pra do të jesh ky diplomati që do të ruaj balancat edhe për hir të pozicionit. Unë jam munduar shumë të ruaj balancat. Se ne e dim që opinionistët drejtojnë opinionin publik. E dikush është e bukur që ta çojnë publikun aty ku ata duan, kështu që. E bukur është shumë këtë vit nuk kam asnjë të preferuar dhe kjo më ndihmon shumë që po ndonjë që nuk e ke qef fare? Me thënë drejtën ka shumë që nuk i kam qef. Do më thuash 5? Se mund të ishin 10. Gjithmonë qef në lojën, që bëjnë, jo në lojën. Jo si personazhe pothuajse nuk njoh asnjë personazh. Në lojë nuk kam qef mënyrën se si po luan Olta, nuk kam qef mënyrën se si po luan Amosi, nuk kam qef mënyrën se si po luan Ronaldo, nuk kam qef mënyrën se si po luan kush është le të themi Dea deri diku, nuk më pëlqen kush ka ngelur, prit. Më pëlqen çfarë? Nuk më pëlqen. Nuk më pëlqen as Kristi deri diku, edhe pse ka ca gjëra që më pëlqejnë çfarë flet, por në general nuk më pëlqen mënyra se si mendon që ka hyrë në një shtëpi ku diun që do gjente operën vieneze. Po pra pretendon një nivel shumë dhe ka shumë personazhe aty që pretendonin një super nivel të lartë dhe është diskutuar në Big Brother një kjo situatë. Ai është një reality show, do kesh personazhe të ndryshme me influencë që jo domosdoshmërisht janë aktorët më të famshëm apo janë elita më e madhe e shoqërisë, nuk është as edukues si emision, është thjesht një reality show dhe duhet pranojmë për atë që është. Kështu që këto janë personazhe që nuk më pëlqejnë për lojën, absolutisht nuk më kanë pëlqyer në momente të caktuara edhe personazhe të tjerë që mund të kenë Kiara, një moment më ka pëlqyer Luisi, më ka pëlqyer, pra jam detyruar gjithmonë që t'i them edhe kur nuk më kanë pëlqyer, për shkak siç ka qenë java e parë kur ishte Luisi me Kiarën, veprimi që bëri Luisi. Që unë e kam thënë, pastaj javën e dytë e kam komplimentuar për lojën dhe kam thënë që është banori më i fortë. Pra, aty ka dinamika kaq të forta dhe kaq të shpejta saqë ti nuk arrin dot të jesh i një anshëm gjatë gjithë eksperiencës. Kështu që kam përshtypjen që do ndryshojnë dinamikat dhe si pasojë do ndryshojnë edhe komentet e mia dhe mendimet e mia. Zonja Tifta na thot përshëndetje yje. Arditi, wow! Mendimi im për Arditin është se përveç se një artist i mirë, është edhe një djalë i zgjuar, i artikuluar,
bukur, ke qejf kur e dëgjon dhe diskutime të ndryshme, gjë që nuk e gjen kollaj te ky brez. Dua të them që je njish. Bravo Ardit. Tefta të dua. Edhe ne e duam shumë Teftën, se është një zonjë me të vërtet fantastike. Ndërkohë, kemi Son Xhuxhin që na thot: "Hey, what's up? Si u gjej në këto 2 orësh ajrosjeje?" Sot pas kemi të ftuar personazhin që i duhet më shumë kjo ajrosje, sepse ka kaluar 2 burgje të TV Trash, thot. Kam 2 pyetje xhuxhe. 1. Si është të marrësh pjesë në në 2 kompeticione trash ku fituesi ka qenë i ditur që në fillim sepse pi kafe Lori çdo mëngjes? Fituesi për muzika. Jo, fituesi të paktën jo, përgjigju ti se ti je i ftuari po. Atëherë, po flasim për dancing kam përshtypjen. Për dancing dhe për bigun. Për dancing për bigun. Shiko, se ti e ke shok edhe fituesin e bigut. Pa diskutim. Në qoftë se do hyja në një kompeticion me idenë që e di fituesin apo fjalët që fliten vërdall janë të vërteta, atëherë nuk do hyja fare. Ka gjithmonë fjalë për personazhe të ndryshme. Shqyr zotit për mua s'ka patur asnjë fjalë që do jem fituesi dancing, pavarësisht që mendoj në fund ditës që e meritoja të isha fituesi dancing. Faleminderit publikut dhe për modestin, por ideja është ka një fitues dhe si i tillë duhet respektuar. Tani doli nga publiku, doli nga juria, deklaratat e mia i kam bër dhe e kam fajsuar jurin për gjërat që kanë ndodhur në Dancing with the Stars, kështu që si të tillë vazhdoj t'ia lë fajin juris. Publiku respektohet gjithmonë për sa kohë ka votuar, unë respektoj sepse është një majorancë shumë e madhe, kështu që kjo është e gjithë gjëja. Nuk është nuk ka gjë keq. Në kompeticionit ti Ardit bëre edhe këto, domethënë ta han turpin. Po tjetër, ta han turpin me bukë, dhe unë mendoj që e hëngrën turpin me bukë. Për kë kishe? Për Valbonën dhe Kledin. Për Valbonën dhe Kledin. Sepse mendon që nuk të dhan pikët? Sepse në çdo diskutim që kemi patur çdo javë, qoftë korridore, qoftë në live, unë dhe Lajda kemi qenë praktikisht mos gaboj me numër javësh të barabartë në vendin e parë dhe çuditërisht dhe edhe në bisedat e bëra thonin gjithmonë që çmimi do ndahet midis ju të dyve, kështu që javën e fundit kuptova dhe natën e spektaklit final kuptova që Arditi nuk qen ka më në vend të parë, po pas ka dalë në vend të tretë apo të dytë, se nuk e diet fare se si llogaritëm anë formulës. Po më kupton dhe kjo të vret, pa diskutim. E kishe një lloj ndjesie pa futur fare finalistët, po në një moment të Dancing with the Stars që dikush do të ishte fituesi nga këto fjalët që dëgjoheshin lart e poshtë. Shiko, unë prandaj thash, nuk kam dashur asnjëherë të besoj fjalëve, sepse vazhdoj mendoj që gjëja ishte shumë transparente, ishte një juri që ja dha atë çmim përveç të tjerash, sepse pastaj publiku dakord, po mblidhej është 50-50 gjëja. Kështu që prandaj unë dhe fajsova jurin, sepse ishte juria me fytyrën e tyre që dolën dhe dhanë vendimet e tyre me pikët që dhanë. Dhe pikët nuk ishin ato normale që janë dhënë çdo javë. Kështu që unë, me thënë të drejtë, deri në momentin e fundit, para se të fillonte finalja, kisha një shpresë shumë të madhe që do ta fitoja, do isha unë fitues. Ashtu siç mendoja që mund të ishte Del Hajda, pa diskutim. Ne ishim tashmë e di dhe publiku, ne ishim 2 më të fortët sa i përket kërcimit. Pastaj sa i përket votave të publikut, këtu nuk dua të hyj. Por të paktën juria le të kishte bërë punën e vet siç edhe e mbanin veten si profesionist. Unë mendoj që justifikimet e jurisë më mbrapa që jo na doli situata nga kontrolli, jo u emocionuam, jo etj, kjo e bën jurin të jetë jo profesionale, sepse unë nuk mundem të janë komente të bëra ku? Komente të bëra privatisht, të bëra vërdall, të bëra aty pas spektaklit, sepse prap rrudhën fytyrat kur çmimi i shkoi Sarës, po ndërkohë në vend të parë nxorën ato. Pra, ka qenë vazhdimisht kjo gjëja dhe un kam qenë gjithmonë kundër. Ama për një gjë jam i lumtur dhe prandaj nuk jam mërzitur, për një gjë jam i lumtur që kam fituar me vërtet një eksperiencë të jashtëzakonshme, kam punuar me një super produksion dhe kemi punuar edhe bashkë, dhe ti e di shumë mirë. Performancat e mia un i rishikoj dhe ka raste që zgjohem në mëngjes dhe i rishikoj dhe janë fantastike. Jam shumë i lumtur me vërtet që ka patur këtë lloj kualiteti që nuk e kam parë asnjëherë më përpara në një reality në Shqipëri apo në një talent show, kështu që për këtë jam shumë i lumtur dhe prandaj sot e kësaj dite vazhdoj të jem pjesë e atij televizioni sepse vlerësoj punën që është bërë.
Nuk të doli dhe shkeq Ardit, nuk fitove kupën, po ke një emision, pastaj në të ardhmen unë kesh emisione të tjera. Pa diskutim. Prandaj duket sikur shkuan shumë shpejt gjërat në vend, domethënë të gjithë finalistët po të shohin janë të sistemuar. Sara mori kupën, që padyshim unë jam shumë e lumtur që edhe Sara e mori kupën edhe shpresoj që ta gëzoj. Por ti u sistemove në një program. Megi u sistemua në një program po ashtu. El Hajda me sa diun do të bëjë një koncert të shpejti. Okay. Kam përshtypjen gjithë gjërat janë në vendin e vet. Nuk ka të mërzitur, kam përshtypjen. Apo vazhdon ti jesh i mërzitur? Jo, unë s'kam qenë i mërzitur fare, nuk kam qenë i mërzitur. Thjesht kisha vetëm një ndjenjë, le të themi, zhgënjimi, më tepër sa mërzitje, sepse çfarë ndodhi është mendoj që u shkel mbi djersën time apo një personazh tjetër, jo vetëm timen. Por mendoj që të shkelësh mbi djersën e dikujt është pak e dhimbshme. Aq më tepër kur vjen nga një juri profesioniste, se kështu e mbanin veten, kështu që besoj që si të tillë duhet ishin shumë të kujdesshëm. Mendon që performancat e tua të fundit apo të El Hajdës kanë qenë në nivel maksimal vetëm në fund? Vetëm i referohemi natës finale? Atëherë, unë mendoj që dy performancat e mia të para kanë qenë në nivel 40 pikësh, pa diskutim. Performanca e fundit kishte 2-3 gjëra që mund të kapeshin, pa diskutim edhe kjo, por emocioni, agjitimi i fundit, Jora filloi të çante, unë fillova çaja, nuk po e çoja dot deri në fund, ishte gjëra që nuk ka ndodhur kur. What's wrong guys, çfarë ndodhi? Sepse midis me edhe Jorës nuk ka ne kemi patur shumë kimi skenike, por nuk ka patur asnjëherë këtë ndjenjë që të emocionohemi, kemi qenë të dy shumë të ftohtë. Dhe ishim më tepër si alfa se sa ishim, le të themi, emocional. Kështu që nuk e di, ndodhi sepse ishte një eksperiencë shumë e gjatë, ishte pak a shumë si një Big Brother, kështu që kur kupton që ishte fundi, ishte Big Brother. Vinte ajo gjëra, por me vërtet unë mendoj që performancat e mia në natën finale kanë qenë më të bukura të këtij edicionit nga ato të mia. Dhe madje më kanë ardhur mesazhe nga regjisorët e Eurovizionit, më kanë ardhur performanca nga njerëz shumë të famshëm, balerinë shumë të famshëm, dancing with the stars në përbot, kështu që kjo vlen më shumë se sa komentet e jurisë që nuk i erdhi, që i ardh mbas qafe, nuk i erdhi kurrë. Mora ardhi. Tani unë do bëjmë këtë pyetjen tjetër dhe pastaj do të shkojmë në një hapësirë publicitare. Unë thash që në fillim do të shohim se kush do të flas më tepër, ai apo unë, por është një luftë absolutisht e humbur sepse ai është i ftuar, kështu që e meriton që të flas më tepër. Pyetja numër 2 nga Son Xhuxhi është kush i ka këmbët më të bukura, Julka apo Jora? Jam e veshur, nuk i mban mend këmbët e mia ikonike. Do thoja që Julka ka diçka tjetër më bukur. Tani ne nuk bëjmë kompeticion, se Jora është balerinë, ka kupton? Pa. Është njësoj si thosh kush i ka këmbët më të bukura, Silvia Parditi. Soni po ti për shembull, Silvia padyshim. Pra, kështu që Jora padyshim. Jora, okay. Son, Jora, për ty pastaj na thuaj se si është opinioni yt, kush i kishte këmbët më të bukura për ty. Ndërkohë, na thotë edhe Juli, përshëndetje, Arditi është nana. Je nana. Jam nana. Je nana. Do vazhdojmë të flasim me Arditin, edhe pak më vonë. Do ta bëjmë tani atë ndërprerjen? Do ta bëjmë një këngë të Arditit apo si thua ti? Ta dëgjojmë një këngë të Arditit që t'ja rifreskojmë edhe këtyre. Se tani jemi mësuar vetëm të shohim kështu si balerinë. Sa e bukur është kjo. Është e bukur shumë, është kompliment. Na flit pak për këtë këngën? Kjo këngë është shkruar 2 vite gjysmë më përpara. Ka qenë një këngë e shkruar para se të fillonte pandemia, edhe është një ndër historitë mia personale, kështu që Feliz a los cuatros me pak fjalë. Po ndo flasim pak për këtë pastaj. Jo. Mirë, ta dëgjojmë pak tekstin. E dinte tani, ajo e dinte që ti kishe një tjetër apo ti e dije që ajo kishte një tjetër, si është? Ne të dy e dinim që traftoheshim, por prap duheshim dhe ktheheshim. Ju traftonit njëri tjetrin? Por e donim. Felice los todos, sole, fiesta. Për duheshit. Pastaj do ta marrim vesh se si ka përfunduar kjo histori dashurie Arditit. Ja, këtu te studio jote. Mirë, ne kemi ardhur në studio ndërkohë që qa nuk folëm andej nga launche, nuk do t'i merr një vesh kur. Po pa diskutim. Kur, se çfarë thuhet në lounge, ju e dini që mbetet atje edhe nuk normalisht nuk mund të thuhet këtu. Ardit, ne do të vazhdojmë edhe do të peshkojmë ende një sekond më burr, mos e hap. Një sekond më burr, o zoti madh. Do të vazhdojmë, do të flasim me njëri tjetrin, por jo pa bërë më parë diçka dhe pa vënë shpirtin në paqe. Se tani
Unë jam shumë e mërzitur që këmbët më të bukura në Dancing with the Stars nuk ishin të mijat, por ishin të Jora Hodos. Jora, mirë se erdhe. Përshëndetje. Ore, kot ju them, kishit folur ju apo që kur mbaroi Dancing with the Stars? Jo, kemi folur, vazhdim, ne flasim shpesh herë. Flisni shpesh herë. Si jemi si këta që bëjnë si janë të dashur dhe pastaj takojnë më. Sigurisht. Okej, po për tu takuar, nuk është se jeni takuar, vetëm keni folur në mesazhe. Takuja, po kemi folur goxha. Kështu që ai ka përpushime gjatë Denci, ka shkuar një herë në Londër, unë e kam faleruar. Ishte rana ime. Sa mirë ndihesh të shkosh në Londër pa i marrë leje Jorës, nuk e ke idenë. Një mrekulli. Jora, pak më parë dikush nga dëgjuesit tani bëri një pyetje Arditit dhe i tha, mes Julkës dhe Jorës, kush i ka këmbët më të bukura, dhe ai padyshim që të zgjodhi ty. Faleminderit, po unë si e dita kam thënë që në momentin e parë që pas ato sparkatën e bukur në Lunda, kam thënë që ti ke këmbët më të bukura në Dancing. Okej, kështu që për Arditin i ka Jora, për Jorën i ka Julka, kështu ju zgjidh. Okej, një me një. Të gjithë të lumtur. Jora, më trego pak, të ka marr malli për Arditin? Po që do më merrte malli për Arditutin dhe as mua me thënë drejtën dhe as vetë Arditit dhe as kujt tjetër. Po u kuptua kjo muhabet që kur fillua të qanit shumë në finale. Aty e kuptuam që e pas kemi dashur njëri tjetrin. Po pra, do të thënë dashuri dhe urrejtje, por më tepër ishte dashuri. Po funksionoi ama. Funksionoi, vërtet. Dua të them, Arditi e thot shpesh dhe kam dëgjuar në disa intervista që thotë që njerëzit ose më duan ose më urrejnë. Nuk ka një njerëz që dhe më do dhe më urrej, dhe unë mund të them që jam njeriu i parë që dhe dua dhe urrej Arditin në jetën kohë. Do të thënë nuk e kaluar totalisht nga ana tjetër. Do të thënë vazhdon prapë, je një fije holl. Njëra një fije holl, e kam një situata në bazë të kërcimeve javore. Ne kam shumë gjane, kam vërtet shumë gjane dhe më pas ka marr balli, mor Ardit. Po shihemi për një kafe, do të shihuni për një kafe se ç'pun ka mundë. Patjetër, po Jora ka shumë pushime, nuk e kapim dot. Jora është rikthyer tani, kështu që ti më mund të vetë. Unë kam shumë shpesh, biletera fundit që isha duke shkruar sa të lutem mos thuaj kush do dalë nga Big Brother, se unë jam pjesë e produksionit dhe më tha nuk ta them. Okej. Hape pak telefonin tënd. Okej. Hape pak bisedën e fundit që ke bërë me Jorën. Ku në Instagram ka meme? Jo, dua këtë në WhatsApp. Prit një herë tash. Hape se ti je i guximshëm. A jeni marrë në chatin tuaj me Okej. Dancing with the Stars? Jo, e dikush është Gjeja e fundit është një vit. Jo. Gjeja e fundit është një meme që është bërë virale në TikTok e Kledit, që po mundohet më thot mua një gjë në datën 30, por praktikisht në 1 minutë video nuk thot asgjë. Na e bër pak të lutem të dëgjoj. Nëse ti i bindur, afroj pak aty të lutem. Është një gjë që ti e ndjen, ajo që unë ka që shpreh shumë herë emrin tim. Unë ajo që më ka ardhur aty momentit, ndjenja e momentit, unë atë kam thënë. Edhe atë kam vendosur të t'i jap. Po mirë, pra i ka ardhur. Edhe ta ka thënë, ç'ke? I ka ardhur. Domethënë ne e kuptuam, fjala më e përdorur në këtë edicion të Dancing ka qenë më herë. Ishte një kjo dhe një tjetër që ne po xhironim klipin e fundit. Ai ik vajti kjo punë. Po pra, hajde. Ishte edhe një gjë e fundit që po xhironim me Kledin klipin në palestër dhe po mundohet të më thoshte që të mbaj posturën, edhe nuk donte të thoshte balancën. Dhe Jora që i thot balancën, dhe ai që i thot po bilancin. Jo, po bilanci është tjetër gjë në shqip, pavarësisht që në italisht nuk kupton balancën. Dhe Jora që gjatë gjithë kohës ma bënte në vesh bilancin. A më mirë se Kledi nuk po na e dëgjon këtë bisedë, sepse është duke pirë kafe me Lediana Gallia dhe me Elhajda Danin. Kështu që nuk po na dëgjojnë neve. Dhe po i tregon për 10 pishin e Sarës. Okej. Ti kishe ndonjë apo lërë, se ç'ta fusim këtë, se kjo është këta është e orë, ç'ta. Jo, thjesht, u kënaqe shumë ande nga ishe një herë. Edhe Julietës i preke gjoksin e djathtë apo të majt? Unë preka të majtin, se Lydina më tha që do të prek majtin, se nuk e dija. Okej. Dhe prita dhe në radhë, pa tjetë. Ti mirë që ja preke, unë shkova aty pas radhë Nika. Shumë energji kishim shpenzuar në Dancing, dhe kishim kaq nevojshme të pushoni. E vërtetë është. Dhe kam shijuar pafund. Që më dukte sikur sapo kisha lindur. Ha të lumtë, jo ato dimërore, se unë nuk kisha shumë të dimërore, dhe vënë sa në punë.
Po mu dukesh se isha shkuar pushime verore, nuk aq shumë isha e përfshirë në atë pushim. Na vjen shumë mirë që u kënaqe. Ne meritonit patjetër. Shpresoj që një pjesë të shpenzimeve. Shpresoj që një pjesë të shpenzimeve të ti kishte hequr Ardit Çuni, edhe pse nuk fitoi, po nuk është kur vonë, domethënë, ka gjithmonë kohë për një udhtim tjetër në Londër, pse jo? Patjetër. Fut vizën edhe. Të përqafojmë shumë fort, Jora, ti kemi shumë gjanë. Të përqafojmë, kalofshim mirë. Ciao, Paçi. Ciao. Okej, ishim në një lidhje telefonike dhe me Jorën, që besojni ose jo e kish marr malli për Arditin. Edhe Arditin e kish marr malli për Jorën. Por mendon që do jetë një gjë që do shuhet me kalimin e kohës apo? Jo, e di pse nuk do shuhet, sepse ne diskutonim shumë shpesh në palestër dhe fillimisht bënim warm-up duke diskutuar. Nuk fillonim kërcimin siç bënit ju të tjerët, po ne shpenzonim gjysmë orë. Ku e diti se si e bënim neve? Po ju dëgjonim se ngjitur ju kishin. Dhe ne flisnim shumë shpesh dhe kishim filluar të kuptoheshim shumë mirë javët e fundit dhe ajo që kemi rënë dakord të dy ka qenë që ne do jemi nga ato çiftet që do flasim me njëri tjetrin dhe mbrapa, pra do kujtohemi për një kafe me shumë kënaqësi, do sharim gjëra, pra ndryshe nga do sherni meme. Pa diskutim, do flasim. Ndryshe nga një pjesë e madhe që me sa kam kuptuar nuk para bëhen shumë, kështu që dhe ndoshta në dancing dukej sikur kishin shumë dashuri dhe pastaj nuk bëheshin dash. Kështu që pa diskutim që për Jorën ndaj me vërtet një mirënjohje dhe një le të themi dashuri shumë të veçantë, sepse e kam shijuar pa fund këtë udhtim me të mijat, me të këqijat e veta, me ulje dhe ngritjet, por që ka për të ngel kujtimi më i bukur në jetë, sepse është më vërtet një gjë që ndodh një herë në jetë, ashtu siç ndodh Big Brotheri, po edhe kjo është një eksperiencë artistike që Jora arriti të nxirrte, le të themi, anën time më të mirë në ekran dhe kemi punuar me vërtet shumë. Kemi punuar shumë dhe ndoshta shpesh herë më kanë nxjerrë edhe nga limitet e mia dhe për këtë gjë unë jam shumë mirënjohës dhe ka funksionuar. Mendoj që ne kemi qenë ndër ato çifte që kemi rënë në sy në ekran shumë. Keni rënë që herën e parë. Përpara se të shkojmë në peshkun e radhës, unë do doja të thoja një koment të Isës. Më vjen shumë keq, por ky është me të vërtet shumë arrogant. Dhe një gënjeshtar shumë i madh. Më vjen shumë keq, nuk jam tifoze. Po, ti gënjen. Ça bën ky? Ça bën ky zoga? Ça bën Arditi? Sipas Isës. Çfarë bën Arditi sipas Isës? Gënjen. Isa, shpirti vogël, më vjen shumë keq, po me sa duket as më nje, as e di dhe as më ke ndjekur se nëse ka një. Po, që shpirti vogël mund të jetë i madh. Po, okay, mua zakonisht kur dua t'i kthehem njerëzve i thua shpirti vogël. I them shpirti vogël sepse më duken të vogla apo të vegjël në shpirt, kështu që për këtë arsye i them që nuk më pas ke njohur dhe as nuk më ke ndjekur, por gjithsesi fjalët e tua nuk është më bëjnë përshtypje, sepse në fund të ditës unë vazhdoj jetën time dhe jetoj i lumtur sepse di kush jam dhe njerëzit e din kush jam. Tani Isa thot, o zot sa arrogant që të marrë peshkun e radhës. Unë e di që ti si ke fare problem të gjërat, kështu që për të mos ta bërë vetëm sheqer, ne tham që mund të ishte sheqer dhe gjëmba, me sa duket gjëmbat edhe na vinë ndonjëherë. Defekte made in Albania. Cilat janë disa defekte që ti i sheh si të shoqërisë shqiptare apo që janë kështu shqiptare? Unë mendoj që në shumë gjëra kemi dështuar si shoqëri dhe më vjen shumë keq ta them. Pa diskutim ka njerëz shumë të mirë, ka njerëz shumë të formuar, ka njerëz që duan vendin, investojnë, nuk mendojnë vetëm për vete, mendojnë dhe për njerëzit e tjerë, mendojnë për shoqërinë, për investimin në këtë vend kaq të bukur se me vërtet jemi vend që i kemi të gjitha dhe unë kam udhëtuar goxha nëpër botë dhe mund të them me bindjen më të madhe që ne kemi me vërtet perla në këtë vend. Por ajo që na mungon është ne nuk e duam njëri tjetrin. Ne e gjykojmë shumë njëri tjetrin, ne jemi në një fazë tranzicioni të frikshme që po zgjat shumë. Mendoj që i marrim gjërat në mënyrën më të gabuar të mundshme nga vendet e tjera, nga zhvillimi i perëndimit. Kështu që më dhëm duke menduar vetëm faktin që sa ofendohemi çdo ditë me njëri tjetrin. Kjo nuk është vetëm tek njerëzit publik, është edhe te njerëzit e thjeshtë, praktikisht ai le të themi edhe qoftë edhe Big Brotheri, nuk është Big Brother për ato njerëz që janë brenda, por në fakt unë e shoh më tepër Big Brother për ato që janë jashtë, sepse tregon me vërtet në çfarë nivel shoqërie kemi arritur duke komentuar dhe stërkomentuar në atë forme dhe atë farë feje që i themi ne ande nga veriu. Por më dhëm kjo, me vërtet më dhëm sepse ne mund të ishim bërë shumë, po shumë më mirë se kaq, sepse zgjuarësia nuk na mungon si popull. Ato gjërat e mira që ne i kemi pa diskutim që nuk i gjen shpesh në vende të tjera. Dhe prandaj më dhëm që nuk jemi aty ku duhet, por me sa duket nuk po shkojmë në drejtimin e duhur. Dita ditës arrit kuptoj që
nuk bëhemi dhe kemi dështuar deri në një farë pike si shoqëri. Po si ta bëjmë ne tani? Nuk bëhemi, çfarë bëjmë tani? Si ta bëjmë? Ne do vazhdojmë të mendojmë që mund të bëjmë ndryshimin, por më duket pak e vështirë. Okej, vazhdojmë tek punë rreth dhe si shane një gjë më pozitive se mërzitëm shumë tani. Çfarë thot aty? Puthja e fundit. Si seksi nuk e morën vesh. Po themi puthja publike. Po them puthja publike. Puthja publike e fundit. Ka qenë puthja me Erisën, më duket? Po, duhet të qenë puthja me Erisën publikisht. Okej. Apo kam patur një puthje tjetër më vonë. No. puthja me Erisën ka qenë puthja e fundit dhe ka qenë shumë interesante sepse ajo puthja më duket që numëron 1 milion klikime në Instagram, para pak ditësh ma kishin dërguar. Kështu që asnjë më besoj se okay, bëj këngë tamam, puthesh aty 2 sekonda dhe merr 1 milion klikime. Po, ajo ka qenë puthja. Puthja e fundit ajo me Erisën. Vazhdojmë marrë një peshk tjetër. Do zgjedh një ngjyrë jeshile me që janë vesh shumë jeshile. Okej. Xhelozi, e dija që mund të më binte kjo gjëja. Xhelozi, jo në një letër të verdh, po xhelozi. A je xheloz ti? Shumë. Flasim gjithmonë në një marrëdhënie, jo në përditshmëri. Në përditshmëri, me thënë të drejtën, kam arritur në një fazë, ndoshta ky është ajo personal development që ti kupton që je shumë mirë aty ku je, ndihesh i plotësuar. Rritja personale për të gjithë. Rritja personale, se nuk po më vinte. As ty sterdhjesh, Jo, nuk po më vinte ta përktheja, si të duhet. Okej. Po jam fatkeqësisht si Bricjap që jam natyrë shumë xheloze dhe nuk përfundon mirë. Nuk përfundon mirë si gjë bën shumë toksik, kështu që nuk dua të bëhem i tillë. Po ti sapo i bëre një anti-reklam vetes. Po, ç'të bëj? Por kjo ndodh gjithmonë kur më jep arsye. Një partnere duhet të jetë toksike që të funksionojë me ty, pra duhet të ndani të njëjtën xhelozi, sepse kur është vetëm njëri më duket shumë e vështirë që një gjë të funksionojë. Atëherë ta shpjegoj më thjesht. Ideja është, unë jam shumë i mirë deri në momentin që më jep shkas. Pra praktikisht në qoftë se ti mban një marrëdhënie. Të kanë ndodhur që të kanë dhënë shkas? Patjetër. Prandaj thash që jam bërë toksik dhe kam shkruar ca këngë shumë bukura. Kam një intuit frikshme. Kjo është zbulimi që unë. Domethënë, pra praktikisht ne ulemi një tavolinë dhe unë në qindën e sekondës mund të kuptoj nga një reagim syri apo qoftë nga një fjalë tepër që ti po mundosh të justifikosh, okay, diçka nuk shkon, edhe aty vazhdojnë skenaret e mia pastaj që janë psikopatike komplet. Kështu që prandaj them, nuk dua që të jem në një marrëdhënie që dikush më jep shkas për të qenë toksik apo për të filluar me ato skenaret e mia. Se kur fillojnë skenaret e mia nuk kanë më përfundim edhe është më mirë që ta ndërpresësh marrëdhënien. Fatkeqësisht. Xheloz, jepi. Vazhdojmë një peshk tjetër. Zgjedhim një të verdhë me një të verdhë, ja të shohim. Festivale. Nice. Si ke marrëdhënie me festivalet? I kam shumë të mirë. I kam me ulje ngrite kanë qenë dhe festivalet. Kam po thjesht një 6. Kam rreth 6 pjesëmarrje në Këngë Magjike, 2 pjesëmarrje në Top Fest, një 24-5 nominime çmime të fituara ndër vite. Po, ka patur momente që jam zhgënjur. Sa mirë që i mban mend ky ore. E di pse i mbaj mend, sepse jam duke bërë ca letra tani. Jam duke bërë ca letra që më duhen për ambasadë dhe jam duke rishikuar çfarë ka ndodhur me rezumen e viteve. Prandaj i mbaj mend. Por jo, i kam marrëdhëniet e mira, ka patur ato ulje ngriti zhgënjimet pa diskutim, sepse kur ti ke një këngë të mirë le të themi dhe nuk vlerësohesh sa duhesh, qoftë nga kolegët, qoftë nga publiku, po shpeshherë më tepër nga kolegët, sepse festivali, sidomos Kënga Magjike, është një ndër ato festivale që vlerësohesh nga kolegët. Prandaj këtë vit kam qenë shumë i qetë sepse thoja, okay, sido që të shkoj, e kam marrë përsipër, kështu që le ta çojmë deri në fund. Por vitin e fundit më kalon një shihet mirë, Okej, bukur shumë. Tani, deri të shoja do të ndaloja pak, sepse ti paracakohesh. Kur disa ndjekës të kanë pyetur, je përgjigjur se nuk do të ishe pjesë e festivalit të 61, ose ndoshta mund të ishe kur të shoja të likuidonte borxhet që të kanë akoma nga Eurovision 2022, ose kur të vendosin që ta përdorin buxhetin e shtetit të mbledhur nga taksat tona për artistin dhe performancën e tij apo saj dhe jo për të bërë qejfe personale apo për të plotësuar tekat apo çokat e drejtuesve. Tani çokat e drejtuesve kanë ndonjë ndjeni si janë goditse, rrshqitse si. Jo, janë nga këto për shembull që
ti nuk hyre në finale, ktheu gjithë stafi mbrapsht, po ndërkohë 3 njerëz nga bordi do qëndrojnë qofin finalen dhe ti paguajmë hotelin deri në fund, suitat e tyre dhe biletat e tyre. Si çka ka ndodhur? Do të thënë ju nuk shkuat në finale dhe jeni kthyer mbrapsht? Ne kemi qëndruar me lekët tona pa diskutim, sepse nuk mund ne na janë mbyllur akseset 2 ditë përpara finales, sepse nuk u kualifikuan për finale dhe është pak e shëmtuar sepse sidosh të jetë përderisa ti e ke paguar hotelin, pastaj duhet të bësh 100 procedura për të kthyer lekët mbrapsht, që nuk I merr të plota pa diskutim dhe kuptuam që u kthye mbrapsht Ronela, skuadra, por ndërkohë që vazhdonin që ndronin në hotel 3 persona nga bordi, nga këshilli drejtues që kishin ardhur vetëm për të parë festivalin, pra praktikisht për të shijuar netën finale, po ndërkohë që në atë finale ti je praktikisht sepse ke një ti je në atë finale dhe shef atë finale pikërisht sepse këngëtarja jote të përfaqëson, pavarësisht është në atë natë apo nuk është në atë natë, unë mendoj që është e drejtë që stafi vazhdonte të qëndronte deri edhe 2 ditë të tjera. Nuk që ne sigurisht qëndruam me lekët tona, por vazhdojnë akoma të mos kenë likuiduar shumë nga pagesat që kemi bërë, pagesat e mia pa diskutim për punën që është bërë, dhe di që është më shëmtuar fakti që merr dhe këto komente të tipit që se nuk e mbaka mend që pas ke bërë ti këtë gjë, ndërkohë që un kam një korrespondencë të plot me stafin e Eurovisionit, me regjisorët e Eurovisionit për gjithë punën që kam bërë, dhe është shumë lehtë e vërtetueshme. Ajo që më dha më së tepërmi është fakti që ato janë taksat tona, janë të mia, të tua dhe të gjithë tjerëve, të baballarëve dhe nënave tona, dhe në fund praktikisht dikush bën si zot dhe vendos ti përdor ato si të doj, pa I plasur fare cipa se realisht ato janë lekët e popullit dhe nuk janë lekë personale. Nuk do të merrje më pjesë dhe as nuk do të ishe më pjesë e stafeve. Për sa kohë gjendja të vazhdoj kështu, nuk do marr kurrë pjesë, sepse të gjithë këngëtarët që shkojnë në Eurovision kur kthehen me trauma, pikërisht për trajtimit që bëhet nga televizioni. Kështu që jo, nuk do doja të merra pjesë. Pavarësisht se dua shumë Eurovisionin dhe do jem sërish pjesë këtë vit e Eurovisionit, por jo për Shqipërinë. Na e tregon çik më tepër. Kam disa gjëra që po diskutoj për të qenë pjesë e disa shtete e stafeve të tjera, do jemi marrëdhënie me publikun siç ka qenë edhe me pa diskutim për pjesën e menaxhimit, se kam 2 vite që e bëj dhe e njoh këtë pjesë, por dhe më kanë thënë që e njeh shumë mirë dhe je shumë I futur. Kështu kam dëgjuar dhe unë. Jo, e bëj me shumë pasion. Të betojmë që e bëj me shumë pasion sepse në radhë parë jam artist vet dhe di çfarë do një artist, kështu që prandaj ndoshta edhe ka qenë kjo pjesë, por jam me vërtet I futur sa I përket kontakteve dhe artistët që kanë qenë me mua kanë qenë gjithmonë super të kënaqur. Po është e sigurt që nëse do të shkosh për një shtet tjetër do të paguash 1/1. Pa diskutim. Do I marrësh lekët në avans? Pa diskutim që në avans, pa diskutim. Dhe madje me kushte që dua, kështu që. Okej, perfekt. Shumë suksese dhe jemi shumë kurioz të zbulojmë se për cilin shtet do të shkosh dhe do të jesh pjesë e këtyre stafeve. Unë do doja të falenderoja shumë Vodafone që mundson realizimin e këtij programi dhe t'ju kujtoja se ju jeni në më të mirën tuaj me Vodafone Giganet, I vetmi rrjeti certifikuar nga Umlaut si rrjeti më I mirë celular dhe fiks në Shqipëri dhe për vitin 2022. Together we can. Pas pak rikthehemi sërish me Arditin 069 65 33 656 është numri ku mund vazhdoni dhe të shuani ndonjë kurreshtje tuajën. Ky është duke lëshuar bomba tërkohës, por kur të rikthehemi do të bëjmë edhe ca lojra që ta dramatizojmë pak situatën. Ardit, përpara se të shkojmë dhe të shkojmë gjërat e tjera, ishte një pyetje tjetër që thoshën se çfarë marrëdhëniesh mban me Jorën sepse duket që kishit shumë kimi, por ja e shpjeguam pak më përpara, kështu që bie automatikisht poshtë. Tani, unë do doja që të pyesja se çfarë do të bëje ti apo nuk do të bëje për 1 milion euro. Çfarë do të bëjon për 1 milion? Për 1 milion euro. Do të bëj një kalendar nudo? Për 1 milion? Për 100.000 më do bëj. Për 100.000 euro. E disi është ky muhabet. Është një muhabet shumë I lezetshëm. Po diskutonim kështu grup shoqërie, jo po për 1 milion, jo po për kaq ashtu dhe kthehet njëra dhe thot po ju I keni bërë këta lekët sikur në fakt 1 milion euro I gjejmë çdo ditë atë në rrugë. Po çfarë thua 1 milion euro bie 100.000 euro këtu pas. Edhe mbarojmë punë. Dakor, për 100.000 euro do të lihet të gjithë produksionet që bën produksionin. Arditi si producent. Ti prodhon, ti edhe producent televiziv, edhe producent muzikor. Jo, 100.000 euro ti për I vitet sa. Mirë, shkojmë prapë te 1 milion, ta mbajmë 1 milion, themon. Do ta lije produksionin për gjithnjë? Për t'ju rikthyer një biznesi kështu profesional, po, patjetër. Do ta lije. Për 1 milion euro do ta lije muzikën dhe televizionin? Duke bërë një llogar, shiko, muzikën ti unë do këndoja edhe në shtëpi pa diskutim, po duke mendu faktin që në muzikë 1 milion euro ti nuk I bën për
shumë vite. Pse jo, patjetër. Italie. Edhe nuk çan as kokën ata nxjerr këtë këngën, na mos ta nxjerr këtë këngën, ku ta bëj videoklipin, ç'a të bëj? Okej, mirë. Për 1 milion euro, do të rrije pa takuar familjarët e tu? Sa ko? Se kam ndetur në Big Brother sa ko pa i takuar pa folur. Ja, shumë pak aq. Më tepër sa aq. Për 1 milion euro, do të rrije pa takuar familjarët e tu? Po për pak ko, po. Ja, pa ko, po futesh s'po i takoja as unë, s'po takoja as kalamajt. Po nëse po flasim për muaj. Për kohë shumë të gjatë, shumë të gjatë. Jo, shumë të gjatë. Jo. Do me thënë, nuk ka 1 milion euro që të mbush. Ikën motivimi, ikën dashuria, ikën... Ke hallë se largohesh. Pra ti je ides larg syve, larg zemrës. Jo, në aspektin që ikën dhe ti vet nuk ç'a do bësh pastaj me ato 1 milion euro, të kupton se praktikisht kur ti i bën lekët ti thua, okay, do ndihmoj familjen, do ndihmoj këtë, do ndihmoj atë. Dhe kur i ke ç'a do bësh? Për 1 milion euro do të bëje seks me një të panjohur, po këtë jo, do ta heqim se do bëje patjetër edhe ti dhe unë. Nuk besoj do ketë ndonjëherë. Do të bëje seks me një djalë? Jo. Për 1 milion euro, a do t'i pushoje të gjithë nga puna? Të gjithë njerëzit që janë nën varësinë tënde. Po nëse shoh se do ishin te biznesi im, si pushoj dot se i bie që të falimentoj biznesin. Kështu që ato 1 milion euro ç'a do bëjmë ato? Po. Jo, jam shumë tjetër dhe do merret sa të tjerë. Jam shumë emocional kur vjen puna tek për të hequr njerëzit nga puna, me vërtet e kam. Ja ku zbuluam një gjë të re. Dhe un jam shumë i fortë si natyrë dhe në punë jam shumë, me vërtet shumë i egur. Un kam punuar në pozicione drejtuese për le të themi 5, 6, 7 vitet e fundit dhe gjithmonë kam patur goxha njerëz në varësi, po e kam shumë problem kur duhet pushoj dikë nga puna, sepse kam ato pikturën e madhe në mendje, jo familja, jo fëmijët, po se mendon pak më tepër. Pra mendoj, por jam gjithmonë shumë pro njerëzve që punojnë fort dhe jo njerëzve që rrinë në punë për gjyna. Mrekulli. Për 1 milion euro, do ishe i gatshëm që të mos bëje më replika? Do të si një robot që ja bëjnë shko aty do shkoj aty? Jo. Do humbja veten, kështu nuk e humb dot. Dhe për 1 milion euro, do të ishe i gatshëm që të mos vishje më kurrë atlete dhe rroba sportive? Patjetër. Po nuk para i vesh, mu dance ka bësh ti vesh rroba sportive. Kështu që ishte shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë kjo. Mirë, unë pas pak do t'i jap arditit edhe disa fjalë kyçe dhe pak më vonë pasi të shkojmë. E ke patë memën e Kledit që thot pas pak ta mbam? Jo, se kam parë. Nëse e ke, mund të na japësh që ta vëmë edhe ne, ta kemi kështu si jingle. Unë pas pak do dua nga ty që të krijosh një histori. Për? Një histori ku duhet kesh patjetër si fjalë të përdorura në këtë histori. Kruajtse dhëmbësh. Okej. Tullumbace. Okej. Sall provash. Okej. Elhajda. Okej. Kaktus. Okej. Sara Hoxha dhe Luigino. Okej, sa shumë. Shpirt. Antidjers, Kledi Kadiu, Bora Zemani, muzik, Inat, Donald Veshaj, tavolin dhe makin. Do të i dërgoj që ti kesh të shkruar aty. Do i dërgoj tani edhe do ti kesh parasysh se do ti kesh parasysh ndërkohë që ti do krijosh. Do të t'jap një këngë kohë. Okej. Që normalisht të mendohesh. Arditi, ja direkte tani, po kjo është e bukur. Për tipa krijues, këtu kanë krijuar me të vërtet histori fantastike. Këto janë fjalët, i ke tashmë aty në telefonin tënd. Ndërkohë që do të vazhdojmë edhe do të marrim edhe disa peshq të tjerë përpara se të ndjekim një këngë dhe ti të bësh gati për të na krijuar një histori me kaktuse, me kryqe dhëmbësh, me salla, me gjëra. Një peshq tjetër, ore zotori. Do bëjmë një peshq tjetër se po unë. Se po bënte historinë ai direkte tani. Çmenduri. Bën çmendurinë atë dhe çmenduria më e madhe kush ka qenë? Çmenduria më e madhe, çmenduri. Mund të themi unë zakonisht jam mbreti i surprizave. Bëj surpriza kështu të frikshme, të mrekullueshme. Si s'na rënë në një rast se kemi ndonjë surprizë në jetë. Po se s'mo ke patur shok të ngushtë me surprizën. Okej. Kam shkuar për 3 ditë në New York. Vetëm për 3 ditë? Po. Po 2 ditë është vetëm. Po, thjesht shkova, fluturova sepse isha në Spanjë dhe mora një avion për të sapo kisha marrë vizën, nuk e dinte askush, dhe shkova për të bërë një surprizë Samantës, shoqës time të ngushtë, edhe vizës gjithashtu që ishte po shoqja ime në New York. Ishte, nuk është më. Jo, që ishte shoqja ime prandaj shkova, po pa diskutim që është. Dhe shkova për të bërë një surprizë gocave që praktikisht askush nuk e dinte. Unë shkova, erdhi dhe pastaj kam udhëtuar Barcelonë
kalon New York kam ndenjur një ditë e gjysmë 2 dhe pastaj nga New Yorku kam shkuar në Izrael 10 orë fluturim të tjera. Kam udhëtuar për të fjetur si ja ke bër? E ka qenë të mëshme sepse isha dhënë punë në Eurovisionin dhe isha i detyruar të shkoja në turet e Eurovisionit. Kështu që kjo ka qenë le të themi një ndër gjërat më çmenduria më e madhe që kam bërë sepse ti thush një tjetri duke ndaj tavolinë, okay, do nisem për New York sot, do të njerëzit shohin kështu, po ti je mirë nga pru. Edhe i thoja dhe Jorës në të gjë, i thoja, Jora, po sikur ti ke New York, të nisem të dielën edhe të kthehem të mërkurën. Thoshte mu e të mëshme se si mund ta mendosh të shkoj Robi për 3 ditë New York, domethënë kaq. Okej, mirë, çmenduri është. Kam shkuar në Londër për një ditë e gjysmë kur isha te dancing. Po, mirë, ato i dim. Tjetër, ka edhe një peshk tjetër? Udhime, ja folëm për udhime. Udhime më i bukur që ke bërë deri tani? Ai që të kalon më tepër mbresa? New Yorku është, e kam kështu si çfarë të pëlqen? Gjithçka, është vendi që besoj shumë shpejt do jetoj në të ardhmen. Okej, mirë, do na ikë ky djalë, po jo pa mbaruar gjithë projektet që ka. Tjetër shpejt. Ëndra në sirtar. Vazhdon të kesh ëndra në sirtar se shumë ke realizuar. Po, kam ëndra në sirtar, patjetër. Ëndra në sirtar është vazhdoj kam nuk është ëndër sa është synim dhe objektivi im që deri në moshën 30 vjeçare të kem bër $1 milion e parë. Sa vjeç je ndërkohë? Unë jam 27, kam dhe 3 vite kohë. Na hëngër të mortja isha. Neve që jemi nga 42. Dhe pjesa le të themi deri diku e karrierës internacionale që pse jo, mund të ndodhi. 27 vjeç unë jam shumë i vjetër në fakt për shtëpi diskografike. Si mendon se mund të bëhen $1 milion për 3 vjet? Një biznes i suksesshëm, 3 vite ture të suksesshme koncertesh në Shqipëri dhe në diasporë, why not? Kështu që e bën $1 milion besoj që mund të bë. Po patë një brand suksesshëm që arrin të përçash dhe në tregun ndërkombëtar, po e bën. Shumë bukur. Zoga, do dëgjojmë një këngë, të lutem, edhe Ardit ke kohë vetëm sa kjo kënga që të fillosh zgjidha të këngën e re. Të krijosh historinë tënde, çka këngë do? Zgjidha të këngën e re, Escapism, që është shumë e gjatë. Po, gjej një këngë të gjatë fare që të ketë shumë. Okay, kam qef edhe këtë këngë. Po mos dëgjoj këngën, bëj historinë se mbaron shpejt kjo. E bëre direkte. Mirë, jam shumë kurioze të di se çfarë historie do jetë kjo. E bëm pak me hita me thënë drejtën se zakonisht ne njerëzve ja u japim këngë gjatë shumë, nuk u japim këngë fare me thënë drejtën, po duhet ta krijojnë aty për aty. Edhe nuk duhet ta shkruajnë, megjithatë. Ardit Çuni e ka bërë historinë e tij. Dhe fjalët me të cilat ai duhet krijonte një histori janë Kruajtse, Dhëmbësh, Tullumbace, Sallprovash, Elhajda, Kaktus, Sara Hoxha dhe Luigino, Shpirt, Antidjers, Kledi Kadiu, Borazemani, Muziki, Nato, Albesha, Tavolinë dhe Makinë. Ishte shumë vesh edhe sy. Për të dëgjuar këtë histori që mund të titullohej. Mund të titullohet Dramat e Dancing with the Stars. Dramat e Dancing with the Stars. Ose Dramë në Parajs, Luftë në Parajs. Luftë në Parajs. Okej, Luftë në Parajs. Dhe unë do shoh nëse e përdore apo jo, X apo Y. I përdora të gjitha tani. I ke përdorur të gjitha. S'ka nevojë ti çekun. Po ti çeki një herë po. Okej, mirë, në rregull. Gati. Kjo është Drama në Parajs. Donaldi me Borën u nisën me makinë për në Top Channel që takonin Kledin për intervistën e radhës në emisionin e çunave me Lër të Flas. Hyrën në palestër dhe gjejnë Kledin që bën prova me Elhajden dhe i thon: "Ore, që nga ajër i rënd këtu, si rrini këtu brënda, i të nga antidjerë sa nëj parfum, se kështu është kur pijet cigare brënda, ju kam thënë 100 derë mos ta pinë." Në ato momente, hynë Sara dhe Luigino dhe i kapinati se Kledi vazhdon me Elhajden dhe jo me ato. Fik muzikën dhe i thonë Elhajdes: "Shpirt, na lër radhën ne pak të punojmë." E duke qenë se performanca e Elhajdes kishte shumë tullumbace dhe s'dinin me çfarë t'i shponin, gjetën ca Kruajtse dhëmbësh mbi tavolinë të mpreta si kaktuse dhe i hoqën qafe. E kështu Sara dhe Luigino vazhduan punën me Kledin. Mirë, bëri direkte, e qepi shumë mirë. Ai si përfundim Bora dhe Donaldi e morën Kledin për intervistë apo u harrua fare? Jo, u harru pra se kishte luftë Elhajdes. Në fakt, kur kemi folur me Luigino në një lidhje telefonike këtu në UN, Mina tha që njëri nga çiftet finalist nuk i ka takuar kur kanë fituar. Ti mban mend i takove?
pa diskutim. Ti i ke takuar. Kush mendon që nuk i ka takuar? Jo, nuk është kush mendoj, unë e kam pa. I ke parë kush nuk i takoi? Si me që Luigi nuk e tha. Nuk më takon mua të them. Ti vetë the që mua nuk më shpëton gjë në këto detaje, kështu që ti e kape këtë situatë. E pra, unë doja që të pyet, nuk u dëgjova fare. Jo, se unë Luigjinën e pyeta, mos është njëri nga çiftet ku partneri ka kërcyer me mua, domethënë nuk më dha asnjë lloj detaj, po pastaj më vonë e kuptova se kush mund të ishte. Okej, mirë, në rregull. Vazhdojmë me shkëmbë tjetër. Ndërkohë që ne kemi xhiruar këtë pjesën që ky e thot këtë emrin kështu, që ta përdorim pastaj. Okej, e ke kamerën, kështu që do ta postojmë këtë gjë, si kush ka qenë. Çfarë është, kush është? One night stand. Je tip one night stand ti apo? Yes, po. Jam, dhe më pëlqejnë. Dhe të pëlqejnë. Më pëlqejnë se unë si natyrë jam natyrë që përfshihem emocionalisht, edhe kjo është mënyra më e mirë që mos të përfshihem emocionalisht, kështu që sepse kur përfshihem emocionalisht e ul atë barrierën, atë mekanizmin tim mbrojtës që kam krijuar dhe nuk më pëlqen vetja në atë version, kështu që nuk dua ta ul dhe nuk dua kurse si të ndodhi. Dhe për këtë arsye one night standet janë një zgjidhje e mirë. Këtu në Shqipëri janë të hapur njerëzit mjaftueshëm, bën one night stand. Po, nuk është s'ka, nuk pa diskutim. Bindshëm. Tani unë nuk jam ekspert. Nga që the që nuk do shpëton asgjë, do kesh parë diçka kur je në lokale në përgjëra. Mendoj që po, nuk është si jashtë pa diskutim, por është. Dakor, mirë. Vazhdojmë me një peshk tjetër. Thash se çfarë ishte. Pastaj apo ja dhe një peshk. Ndërkohë që unë falenderoj shumë Vodafone që mos politik. Politik. Në fakt u shpreh pak i zgënjur më përpara. Jam i zgënjur në përgjithësi nga njerëzit dhe normalisht njerëzit janë ato që bëjnë politikën, ëh. Nuk para i ndjek, nuk jam shumë në brendësi se çfarë ndodh, pa diskutim që le të themi gjërat kryesore i njoh dhe i di, po kjo nuk më bën njohës të mirë të fushës së politikës, si i tillë nuk mund të komentoj, unë komentoj thjesht si një qytetar që mendoj që mund të kishin bërë akoma më shumë për këtë vend. Voton ti? Nuk është mirë ta them, por jo, nuk kam votuar sepse nuk kam patur asnjë lloj bindjeje për kë duhet të shkoj. Flas vitin e fundit, nuk e mbaj mend. 2 herët e fundit votimeve. Nuk e votuar. Jo, nuk kam votuar. Okej, mirë, në rregull. Të janë bërë kështu afrime nga parti politike për të bërë pjesë e tyre? Më janë bërë në variante të ndryshme për të qenë pjesë e këshillave drejtues për të konkuruar për deputet, më janë bërë, por jo, nuk mendoj që jam gati për të futur politikës. Okej. Pastaj do të vazhdojmë, do të zbulojmë edhe më nga Arditi, edhe pak na ka mbetur në dispozicion, po unë kuptoj që ne të dy mund të flisnim pafundësisht, ne flisnim deri nesër, kështu që një maraton radiofonike mund të ta bëjmë bashkë. Okej, lutem. Mos na fund transmetim se jemi duke bërë kështu hot topics, nëse të mos i diskutojmë, domethënë se me gjasa ti do të diskutosh edhe pakës më vonë. Eltioni nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës na ka shkruar, nuk e di se çfarë na ka thënë një gjë për Arditin apo jo. Ai ka sharë, ai ka ngritur në qiell. Amerika zakonisht më do. Hape se më do shumë Amerika. Ta shohim, po mbas Good morning. Ja të dëgjojmë. Atëherë, unë vetëm një pyetje kam për të ftuarin. Për Luizin. Që ke sot. Çmendim ka për vajzat e Dubait. O zoti va. Dal vetëm mund që i shaj ose i paragjykoj. Jo, ti para. Unë kam i gjykon. Po janë shumë, jo vetëm shqiptar, pa shumë domethënë të tjerë që i shajnë dhe i paragjykojnë për atë çfarë shikojnë, për atë lloj veprimi dhe mënyra se si ato bëjnë lek ose përgjithësi. E ka me mua, sa unë mbroj. Pyetja është shumë e thjeshtë. Ç'mendim ka Arditi për vajzat e Dubait, për shllapat, për kimit? Qofse ka mundësi të përgjigjesh, shumë mirë. Çdo përgjigje. Faleminderit shumë, vetëm kaq kam. Kaq. Okej. Atëherë. Shikoj se ka shumë nga këto që jo vetëm i paragjykojnë meshkujt shqiptar, po madje edhe i shajnë, i thonë edhe zdromsa, si puna e asaj shqipes, shqipja. Hajde, ember, hajde. Po mirë më tani, ka dhe ashtu. Shqiptar janë. Ti mos u mërzi. Shqiptar janë zdromsa, tha. Vazhdo rrugën. Nuk e kam e Drive carefully. Shumë të tjera, më thënë. Nëse unë dua ti, ç'mendim ka për vajzat e Dubait? Atëherë,
Unë mendoj që shiko, kjo është një temë me vërtet shumë sensitive. Është një temë shumë sensitive, as më tepër një shoqëri siç jemi ne në Shqipëri, që jemi mund të themi me mentalitet shumë të mbyllur. Gjithsesi, unë nuk gjykoj as kënd për zgjedhjet që bëjnë në jetën e tyre për sa kohë nuk dëmtojnë mua apo kudo që është afër meje. Pra, për sa kohë zgjedhjet e secilit prej nesh janë komplet personale dhe varen nga shihet tona, nga preferencat tona, nga mënyra e jetesës tonë dhe mua nuk më prishin asnjë punë, atëherë le të vazhdojnë të qetë. Ajo që unë dua të ndalem dhe pikërisht për këtë po diskutonim dhe në backstage bashkë, është fakti që askush nuk të jep të drejtën ty, mua apo kujtdo që të ofendojmë, që ku di unë, le të themi të denigrojmë figurën apo edhe të përdhunojmë se kemi parë të tilla gjëra. Vetëm sepse dikush ka zgjedhur të jetë God's Dubai apo ka zgjedhur të jetë, le të themi, në ditët e sotme që quajnë eskorta luksi. Kështu që në këtë pjesë unë nuk jam pro këtij modeli, pa diskutim. Unë dua shumë që unë besoj shumë tek femrat e forta, tek femrat që ja dalin vet me zgjuarsi, me punë, me biznese, me shkollime etj, por që absolutisht kush jam unë në fund të ditës që gjykoj zgjedhjet dikujt ashtu siç edhe dikujt zgjedhja ime për të për të dalë po themi në Big Brother mund t'i duket e ulët, apo zgjedhja ime për të dalë diku tjetër mund t'i duket e shëmtuar. Kështu që unë do doja shumë që ne si shoqëri të mos e merrnim të mirëqen faktin që nëse dikush ka zgjedhur të marrë këtë rrugë, ne na jep të drejtën ta ofendojmë, ta denigrojmë, ta stigmatizojmë. Kështu që me këtë duhet jemi shumë të kujdesshëm sepse në fund të ditës pse duhet ta bëjmë? Në fund të ditës çfarë na bën ne më të mirë? Thjesht ne ofendojmë dhe praktikisht preferojmë mos ta shohim në ekran njëri që ofendon. Pra, ne po bëjmë atë që po bëjnë dhe ato. Praktikisht ne themi bëj si them unë, po mos bëj si bëj unë. Dhe këtë unë kam bërë dhe një status para ca ditësh, ka qenë një status që mori dhën, po unë jam shumë i drejtë për drejtë me këtë pjesën dhe me vërtet e theksoj edhe një herë, për mua nuk është model për të ndjekur, absolutisht. Por kemi kujdes me pjesën e hate-it që shpërndajmë vërdall, kështu që kjo është përgjigjja ime për. Shumë dakord. Xeni nga Londra ndërkohë na thot, hello beautiful people, mirë se ju gjeta ju. Ardit je një këngëtar dhe artist super. Unë do kam ndjekur që në 2013 te kënga magjike me këngën Mos shko, dhe te kam ndjekur gjithmonë se ke një vokal të mrekullueshëm për zotin. Wow. Thank you. Pyetja, a do kishe dëshirë sikur të ftoje një rapper për një bashkëpunim për një këngë? Patjetër. Patjetër që po. Faleminderit Xeni fillimisht. Vjen mirë që je ndër të parat që më pas ke ndjekur se aty janë dhe fillimet e mia. Patjetër që po, e kam në plan dhe madje sot kam bërë disa biseda, kështu që le të presim në qoftë se kënga ime radhës do jetë bashkëpunim me një nga reperat shqiptar. Që unë e mora vesh, po nejse, po u realizua. Eltioni vazhdon dhe insiston dhe ka dërguar një voice message, por ndërkohë, me që ne jemi tek muzika, unë do doja që të mos ta çonim Arditin jashtë kësaj studio e pa i bërë dhe quizin ton muzikor. Kështu do të bëjmë gati, dëgjojmë pak Eltionin, edhe do t'i bëjmë edhe quizin muzikor Arditit. Bravo. Të njëri mendim jam dhe unë, më thënë të punosh fort, shkollohesh dhe t'ja dalësh mana ashtu si është për dalë, më thënë, jo me nejse. Atë dhe që thash, që nuk është se kush jam që mund t'i paragjykoj, por se çfarë unë shikoj dhe çfarë unë ndjej, nuk është e thënë se unë jam ndaluar ta them. Po për atë që doja dhe më thënë e mora përgjigjen. Okay. Jam balësh ban të jesh i fort si person dhe të dalësh mban në mënyrën më të mirë, jo të dalësh në mënyra të tilla, po nejse, çdo kush e bën për veten e vet. Kështu që okay, thank you very much. You're welcome. Tani, do bëhemi gati për një quiz muzikor. Ardit, ti je shumë i lidhur me muzikën, padyshim. Po, shpresoj mos kem harruar këngët e vet. Edhe do doja që ti të na gjeje se cili është këngëtari apo këngëtarja që i këndon këto këngë edhe si titullohen. Okay? Let's see. Shkojmë me këngën e parë. Ardi Çune? Dhe titulli i këngës? Mos është e dia apo jo? Pa vendos ndonjëherë? Ardi Çune, Ardi Çuni. Konga e para 3 vitesh se ka titullin. Si. Jo.
Jo, dërzau, thjesht nuk e gjete. Nuk muj me dash tek të shpirtin unë da. Ti aje. Okej, ja i gjeti. Aje. Kjo është një ndër këngët e mia më të preferuara. Më emocionove, Do të thotë që është e bukur shumë. Është shkruar në momente të vështira. S'po të ngacmoj më tepër. Jo, shumë e bukur. Shkojmë te kënga 2. Të shohim se çfarë kënga është kjo. Unë dhe Randa, pra Ardishuni dhe Randa Libova dhe titullohet sa kesh me titull. Dhe titullohet Ajo. Okej, bravo. Ajo? A është ajo? Ajo. Zemrën me ta marr. Okej. Është kjo një këngë e realizuar në bashkëpunim me Randën, mirë ka qenë. Po, ka qenë shumë e pëlqyer. Randa vetë në bashkëpunim. Shumë suportuese, shumë artiste e dua. Bravo, e do. Do të kalojmë tek një këngë tjetër tashmë. Treshi. Kaq. Ardhiçuni Qilieta o i dashni? Ardhiçuni dhe Lori Kacka, dashni edhe kjo. Dashni. Po më fal, po ti tani nuk e fare kreativitet, o dashni me njërin, dashni me tjetrën, se po çka ka rastisur Robi, çka këngësh ka për dall, çka këngësh ka të vetat mbi të gjitha. Dashni o i dashni. Pas pak do bësh një këngë tjetër, si të ja vësh emrin? Unë kam shumë problem sepse ka rastisur me vërtet në shumë këngë që të ketë tekste. Ajo dashni. Po. Ajo dashni. Okej. Falem pak dashni. Leje gjelosi. I theti po ajo. Iko. Hajde. Tjetër 4. Dridhe Ardhiçuni. Jo, e morëm vesh që është Ardhiçuni, kështu që kjo është këngë pornografike. Kjo është shumë e pullkuqe. Po, zhjuar në strip club kjo, kështu që. Mirë. Lezetshëm, si janë këtu në Shqipëri? Se s'kam shkuar. Unë kam provuar në Amerikë ato të bukura të fare. Nga ato të filmave. Tani kur hidhje lek ishin $1 apo? $1 janë, kam hedhur shumë në fakt. Që bëjnë që sikur janë shumë edhe në fund janë vetëm kështu $100. Jo, unë kam hedhur goxha. Sa goxha ke hedhur atë natë në strip club? Kam hedhur një 5 tuba që ishin 1.000 tubat. Po nuk i kam hedhur nga të mia, Jo, isha thjesht i ftuar dhe më respektuan duke më dhënë. Se mos të bullizova. Jo. Kam hedhur thjesht, isha i ftuar dhe më respektuan duke më dhënë tuba lekësh. Kjo ishte respekti që bënin. Hajde, si s'na ka respektuar njëri. Dhe unë mendoja 1.000, okay, po sigurt i fusja 2 në xhep, do ishte. Po futën e njëjtin në xhep sa budallashi je. Aty ziheshin për $1 kështu. Okej, kemi një pyetje nga Agenti 008. Unë me syze, dal për jashtë, okej. Me kë do bënte Arditi duhet muzikor? Me Luizin apo me Butrintin? Me Butrintin. Me Butrintin. Me Butrintin se shkojmë më shumë si stile. Okej, kështu që me Butrintin. Po e luan dhe ky Butrinti këtë kartën. Jo e shtun, jo e premte, jo e martë. Nuk e di, unë nuk flas dot. Do nxjerrim një këngë domethënë edhe veci. Do kalojmë tek një këngë tjetër, Zoga? Hajde te një tjetër. Unë e di, këngë magjike. Bravo. Kjo është një ndër këngët e mia më sensuale që kam. Duhet të kërcej në një rumba. Vazhdojmë të radhës, të shohim do të jetë sensuale apo ça? Frym, Ardhiçuni. Bravo, po e morëm vesh që Ardhiçuni bash zotin. Vdish për të thënë emrin e vet, domethënë e morëm vesh. Po mendova që ishte këngë të tjera, unë se di që ishin vetëm këngë të mia. Pra ja, sapo e zbulove, vazhdojmë me këtë tjetrën. Stop. Po shumë dëgjova ju që vërtiti se këngën. Ardit. Je mama. Oh, let's go. Okay. Let's be the first time on the dance floor, rocking with your body like you don't care. Oh. Kjo është një ndër këngët e kompozuar nga fituesi i Eurovisionit.
Ai që ka bërë dhe Euphoria, ka qenë top 20 në top 20 në Suedi, transmetuar në televizionin më të madh suedez, radiot suedeze, kështu që 2015 një ndër këngët e mia, kënga ime e parë actually në International. Okej. Dhe shumë i lumtur që ja kam bërë sepse producenti është një ndër më të mirët në Europë, kështu që ka qenë shumë kënaqësi për mua. Pre të bësh këngë të tjera me të? Kam bërë 2, në fakt 3, po jo. Sa i ka këngët kë? Sa tuba? Sa tuba kisha unë? 5 kisha unë, herë 3, 15. 15, okej. Lere fare. Vazhdo me një tjetër. Sa duhet jesh shumë i shpejt. Shumë i shpejt duhet jesh. Po, e di që është. Stop! Apo pra më dëgjove mua më tepër. Çfarë ishte kjo? Jepi? E di kush këngë është, po prit si e ka titullin. Si e ka titullin kjo? Na. Bravo. Hajde shpejt edhe tjetrën. Shpejt. Stop. Oj dashni me Çiletën. Okej. Sot çfarë do t'i bësh ti do ta dalloja këtë zë. Vazhdo. Edhe e fundit. Çaj me Danielën. Bravo. Besoj që ja doli, ë? Sjare jo dua të çaj. Është bukur kjo këngë, dhe ke pasur një performancë me të vërtet shumë emocionuese. Sa e kam kërkuar ta bëja dhe s'besonin tek unë në ato momente. Edhe ishte me të vërtet shumë e bukur. Agenti 008 thot ha zhgënjuese përgjigja. Shumë thanks. Përgjigja pse çfarë pyetje? Për Butrindin apo Luisin. Tani zhgënjesh. Pa i shkon kundra rrymës tani, nuk e kuptuar ti që shkon gjithmonë kundra rrymës. Në një botë plot me Luis, ai zgjedh Butrindin. Zoga, t'ja bëjmë dhe këtë testin nga që ky vdiq që të këndoj. Po mbaroj fare. Si është ky testi? Cila është kënga jote më e preferuar nga të tuat? Nga të mijat? Ose që jam ban mend tekstin? Ja, më të gjitha mend tekstin, po. Një këngë që do ta këndoje tani. Mirë, dëgjoj, hape gjeje tekstin në internet, se mua më ndodhet edhe kështu. Jo, s'është për tekstin. Unë them që ta gjesh tekstin në internet të një këngë tënde, sepse nuk do ta këndosh në versionin tënd. Versionin tënd. Që e ke kënduar në versionin tënd origjinal, por do doja që të më zgjidhje një këngë tjetër të preferuar. Unë po them, duke qenë se ti e ke qef Miley Cyrus. Atëherë, do këndoj, do vendosësh Seven Rings të Arianës dhe do këndoj këngën time Aje. Bravo. Seven Rings të Arianës, versionin karaoke të lutem, edhe do shkojmë me këngën Aje. Më kush teksti si nis. Gje tekstin. Se tani nuk na ndodh vetëm ne që jemi në një moshë të caktuar, prit, si nis. Dgjoj, do ta përshtasësh, do ta përshtasësh tekstin tënd me Ariana Grande, okay? Me vjen Arianës, apo me vjen melodikët e Arianës. Mos. Kështu që tekstin e këngës tënde me vjen, do ta këndosh? Të shohim se si do jetë ky meshapi. Meshap. Okej, gati? Tekstin e djerit? Tmerr, hajde. Vuri kufjet, fokusohu. Seven Rings të Rihanës urgjent dhe të shohim se si do të jetë një meshap me Seven Rings. Ariana Grande, Ardit Çuni. Let's go. Hey. Hey. Hajde, you can do it. Okay. Nuk e me ditë se sa shumë mund t'kam duru, zemrën ma more nuk dite me mdasht mu, a nuk e pas mu, a thjesht mu ka duk mu, no. Asgjë nuk dite me m'fal kur kam gabu, nuk kam menu se ka shumë mund t'kam lëndu, zemrën e hodhe, a e mendove ti. Nuk di, a jam me ty, a veç me venoj Frim kam, pas gjithmon e pa ty unë vuj Me më nuk muj me mdash, tek ty shpirtin unë e dash Ti a je, ti për mua je, ti për mua je Ja doli mirë fare këtë dreq Bravo! Kish këlqyer Bravo Ardit, bravo. Ishte fantastik. Deri tani
Marcela Çipuka ka qenë ajo që ka bërë versionin shumë interesant të Ditë dimri me At Last, edhe ti nuk ngelesh mbrapa, ishe shumë mirë, bravo, zëre sigurisht nga Ariana Grande vërtet në shqip, kështu që komplimente. Fationi nga Chicago na shkruan dhe thotë: "Mirëdita ju all, mirë se ju gjeta, bashkëtakojmë të hënën se di që s'ka kohë dhe kemi Arditin. Një pyetje për Arditin se nuk keni kohë. Nëse do të ishe duke kaluar urën dhe do të shihje Ramën që ishte duke rënë nga ura, çfarë do të bëje? Do ta shtyje apo do bëje sikur nuk do e shihje dhe do ta lije që të binte?" Do bëja sikur se shihja ta lija të binte. Sa po more zemrën e Tanin. Sorry. Ardit grande. Rama do të thoshë. Rama do të thoshë fuck you, por kemi miq sot, po e mbajmë fjalorin. Okej. Ardit çuni. Na ke kënaqur. Edhe kemi ende shumë pesh, po neve nuk ta mbyllet. Ta kapun një kështu kop për ty, domethënë ç'a mund të jetë një gjë rastësisht. Një të verdh. Folëm për këtë Big Brother VIP-in, edhe nuk do flasim më. Zhgënjime ke pasur sa të duash. Copy paste. Mund të thënë një artist copy paste për shembull shqiptar te një votrori. Mirë të shoni sqaruam çështjet e borxheve, vazhdon ende. Puthja e parë. E mban mend atë gocën? E ka kërkuar në Instagram? Jo. Të ka shkruar ajo? I don't know. You don't know? As nuk e ke parë për kur e shtje se si është bërë? Më ka rastisur një në rrugë se jemi në një qytet. Si duke? Okej, njëtën e saj e lumtur. Marrëdhënie me parat i ke të shkëlqyera kam përshtypjen. Shumë mirë. Pastaj kemi Instagram, që duket se është një platformë shumë e rëndësishme për ty. Jam shumë i përkushtuar, e kam kështu si punë të dytë. Okej, fiton shumë para nga Instagrami? Fitoj, mirë. Me kontratat? Goxha mirë. Dancing with the Stars e folëm më dashuri. Si e me dashurinë në këto momente? Për momentin jemi shumë mirë, dashuroj veten. Si majdi edhe ti? Shumë mirë. Okej, kështu që i blen lule vete, skërcen me veten, lulet jo, si kam qef, po jo, i bëj gjithë të tjera. Patjetër. Bën dhe gjëra të tjera vetë? Bëjmë, patjetër. Kur është nevojshme, why not? Kë do të kafshoj tani? Bëjmë skim. Ama kë do të kafshoja? Nuk i ke pa një përgjigje. Kjo do kafshoja. Ku do kafshoja tani? Duhet persona po? Çfarë të duash ti? Po më që s'kam hëngër bukë, do aja bukë. Do kafshoj bukën. Okej, dhe e radhës është ushqimi në fakt. Si kemi dhënë me ushqimin? Shumë mira. Vazhdon të jesh i kujdesshëm. Okej, mirë, i kujdesshëm themi. E ke mbushur prap raftin e çokoladave? Rafti është gjithmonë plot. Po thjesht s'ka dojnë sepse nuk para i prek më shumë. Okej, bravo, të vë e tham, do të kemi ndoshta së shpejti në një program tëndin, e di që duhet ikim, po dua të marr akoma më tepër. Ke frikë nga vetmia? Jo, ashijoj edhe kur jam vetëm, kam nevojë madje për hapësirë. Okej, do të jesh vetëm? Jo gjithmonë, po kam nevojë të jem dhe vetëm. Familja, Mamidiana, I dua shumë gjithë familjen. Jam shumë. Po, normalisht familjarët mërziten më shumë se unë. Unë e put shumë fort. Edhe ajo ty. Palestra? Palestra do fillojmë javën tjetër. Do fillosh javës tjetër, edhe pse s'është një janar. S'ka gjë. Për këtë merr malli. Për versionin e tim të vjetër. Që do të thotë? Që s'do doja ta riktheja. Okej. Fama? Fama mirë. Ke marrëdhënie të shkëlqyera. Shumë mira është, jo. Të pëlqen shumë. Nuk më bezdis, jam shumë okay. Okej. Alkool pi? Jo, nuk pi, jam shumë mirë. Jo, nuk pi dhe je shumë mirë. Të falenderoj shumë. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi. Edhe për mua shumë që të të kisha këtu. Edhe do të shihemi në studiot e tjera tani, se te kjo sa herë të duash je mirë pritur. Tani do të të ftoj unë ty tek fan klubi. Okej. O zot, tani nuk i them dot jo. Si ja fut njeriu vetes, domethënë fton njerëz duhet të shkojmë mbrapsht. O Perëndi. Pra ti do më bësh mua që të shoh Big Brother. Yes. Okej. Ndërkohë, Fationi thot zoga vetëm për ty nuk i dhash opsion të mirë fare. Okej. Të përqafoj shumë fort, do të përqafojmë pastaj, por faleminderit edhe të gjithë ju që na keni shkruar, na keni dëgjuar dhe jeni kënaqur me Arditin. Bashkë takohemi të hënën, kalofshi një fundjavë fantastike.